Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me eklipsin që është në datën 3 mars dhe ndikimet që do ketë ky eklips te të gjithë ju. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë që postohen në këtë kanal. Gjithsesi, do fillojmë dhe do shohim se çfarë ndikime ka, do flasim pak në të përgjithshme dhe pastaj do shohim tarotin. Gjithsesi, është një eklips që duhet të jeni të kujdesshëm në lidhje me kontratat, me marrëveshje të ndryshme, mos mbylleni në veten tuaj, të jeni thjesht duke vëzhguar situata të ndryshme. Por është një eklips që mund të ndjeni dhe pak të lodhur, mund të ndjeni të zhgënjur. Ndoshta ju mund të jeni edhe të vjeni në prova të forta ose të ketë prova të forta kundër jush. Do ketë ndryshime pozitive në shtëpinë tuaj, në familjen, mund të zbulohen sekrete gjatë kësaj periudhe, disa prapaskena në lidhje me pjesën tjetër, sepse jo të gjithë do ndikojnë njësoj. Por gjithsesi do keni udhëtime, do keni studime, do keni kontakte me jashtë, ndoshta edhe do bëni dhe veprime bamirëse, do keni flerte, do keni surpriza romantike. Është një eklips ku do ndikoj në të gjitha fushat. Për disa prej jush mund të ndikojnë në lidhje me familjen tuaj, duhet keni kujdes në lidhje me aksidentet gjatë kësaj periudhe, por do ndikoj shumë në anën financiare, me parat që vinë nga palë të treta, me kredi, ose edhe me situata të ndryshme që keni. Por është një periudhë shumë e ndjeshme, por edhe që vjet një rregull, sepse peshit, shenja e peshve, e kemi këtë eklips në shenjën e peshve, virgjëresh pesh, por gjithsesi peshit kanë shumë empati, ndërsa shenja e virgjëreshës është një shenjë toke që kërkon të vëj rregull, të ketë një stabilitet, por shenja e peshve ju fut pak në iluzione, në mjergull gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, është një periudhë që duhet të ndërprisni lidhje toksike që mund të keni, njohje, lidhje, por do krijoni dhe marrëdhënie të reja shoqërore ose njohje të reja. Mund të kthehen njerëz nga e kaluara për t'i dhënë një shans të dytë gjatë këtij eklipsi. Gjithsesi kemi dhe Mërkuri në retrograd që do ndikoj te kjo gjë. Do ketë rritje financiare për një pjesë prej jush, disa mund të ndjeni të zhgënjur në lidhje me sjelljen e të tjerëve. Gjithsesi është një energji ku për një pjesë prej jush mund të keni njohje profesionale, plotësime të dëshirave që ju keni, mund të jetë një periudhë e mirë në lidhje me punën tuaj. Thjesht largoni toksicitetin, largoni njerëzit toksik nga jeta juaj. Do ketë dhe marrëdhënie karmike, do ketë rilidhje me njerëz që kanë shënuar në jetën tuaj, por do ketë edhe përfundim të marrëdhënieve që nuk funksionojnë. Gjithsesi, ose që ju kanë dëmtuar nga ana emocionale. Gjithsesi, do ketë ndikime nga më të ndryshmet në lidhje me anën tuaj romantike, me miqtë tuaj ose me marrëdhëniet miqësore që mund të keni. Ju mund të keni dhe disa tensione me të afërmit tuaj, mund të keni një takim me një person pak të çuditshëm gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, kjo është e përgjithshmja, do ndikojnë në të gjitha fushat e jetës, te gjithkush mund të ndikojnë në mënyrë të ndryshme, por unë do doja që të përqendrohemi te taroti dhe të shohim se çfarë energji na vjen. Dhe për këtë kam marrë kartat e hënës. Dhe shohim energjin. Atëherë jemi te energjia e tokës, që është energjia e shenjave të tokës, jo e virgjëreshës. Gjithsesi unë ju shoh që ju jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një njohje. Dëshironi të hidhni hapa përpara, por sikur keni ngesur dhe nuk po bëni ato lëvizjet në lidhje me një person.
Mund të jetë një person, sepse jemi edhe te karoca që është energjia e gafores, te energjia e tokës dhe energjia e zjarit. Gjithsesi përfshihen gjitha shenjat e horoskopit, shoh udhëtime në lidhje me ju. Ose për pjesën tjetër mund të jetë një person që e keni në distancë. Mund të jeni ballë për ballë njëri tjetrin, mund të jeni në distancë me njëri tjetrin, ju jeni duke menduar për të shkuar drejt këtij personi, por sigur nuk po hidhni hapa, dhe unë shoh që ky person do vi drejt jush. Gjithsesi në lidhje me anën ekonomike, edhe aty sigur do ndiheni pak të ngesur ose ju nuk do hidhni hapa, edhe pse mendoni shumë fort për anën ekonomike. Ose për pjesën tjetër në lidhje me familjen tuaj, për të çuar gjërat para, në lidhje me anën tuaj emocionale. Për pjesën tjetër për t'i dhënë drejtim anës ekonomike, punës tuaj, por kjo ka lidhje dhe me pjesën e pronave që mund të keni ose pasurive të ndryshme që ju keni. Dhe kemi energjinë e zjarit, ju shoh një pjesë për jush do jeni shumë karizmatik, do jeni të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një dashuri, për një pjesë për jush, në lidhje me familjen për pjesën tjetër, por dhe në lidhje me anën ekonomike, por dhe çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe shohim çfarë na sjell energjia e shenjave të tokës. Atëherë kemi energjinë e shenjave të ajrit. Edhe pse ajri do mungoj, sepse jemi te toka dhe te uji, do kemi shumë energji ujë gjatë kësaj periudhe, që nuk do lejoj që të ketë shumë ajër, në lidhje me situata të ndryshme. Gjithsesi ju po mendoni për të shkuar drejt një personi. Mund të keni kundërshtime mendimesh me këtë person, mund t'ju jetë bërë një padrejtësi nga ky person, dhe unë shoh që ka ose shumë konkurrencë në lidhje me një njohje, lidhje ose marrëdhënie tuaja, në rastin tjetër mund t'ju jetë bërë një padrejtësi në lidhje me dashurinë. Dhe shoh që këtu ka disa konflikte, disa tensione, thjesht regoni të kujdesshëm gjatë këtij eklipsi në lidhje me këto situata. Ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me punën, me anën ekonomike, me udhëtime të ndryshme që ju do bëni. Dhe aty do keni kundërshtime mendimesh, do keni një konkurrencë shumë të fortë e vendi punës. Gjithsesi, unë ju shoh që ju nuk dëshironi të hidhni hapa drejt kësaj konkurrence. Dhe vazhdojmë në lidhje me energjinë e shenjës e karocës, energjia e gafores, çfarë na sjell. Energjia e gafores është një shenjë uji që ka ato ndikimet e veta. Gjithsesi, ju shoh jeni do përballeni me një sër pengesash, dhe kjo mund të ketë lidhje si në lidhje me dashurinë, me një person që mund të jetë në distancë. Në rastin tjetër mund të keni kaluar dhe shumë probleme me këtë person, dhe dëshironi të hidhni hapa para, të lini gjërat mbrapa që keni kaluar. Dhe ju shoh që do ndjeni shumë entuziazëm, mund të keni lajme të mira, do ndjeni mirë, ndërsa për pjesën tjetër ju do të jepni drejtim familjes tuaj, shtëpisë, punës tuaj, por dhe anës tuaj ekonomike. Dhe do lini problemet që keni kaluar mbrapa, duke parë ose duke u treguar më të kujdesshëm. Dhe aty ju shoh që do merrni lajme të mira. Mund të jetë një lajm i mirë, mund të ketë lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen, mund të ketë lidhje me punën tuaj, me kontrata të ndryshme, edhe pse është një periudhë që nuk duhet të nënshkruani kontrata, sepse nuk do ecin gjërat ashtu si ju mendoni. Gjithsesi, unë kam lajme të mira, ju do t'regojni të kujdesshëm në lidhje me çfarë do lloj situate që ka të bëjë me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, me punën, duke lënë mbrapa gjithçka dhe duke u treguar. Më falni, më të kujdesshëm në lidhje me gjithçka, edhe me anën ekonomike, ju shoh të energjia e zjarit, ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, ju do jeni shumë karizmatik, do keni shumë pasion gjatë kësaj periudhe. Qëllimet tuaja mund të kenë lidhje me njohjet, lidhjet, ju dëshironi të futeni ndoshta në një njohje dhe mund të flirtoni, ose në lidhje me anën ekonomike, me punën tuaj, por dhe gjithçka tjetër. Dhe shoh një fillim të ri, jemi te energjia e shenjave të tokës përsëri. Gjithsesi, unë ju shoh që ju jeni të vendosur në fillime të reja.
ndoshta mund të jetë një fillim I ri ekonomik, por që ju do ta mendoni këtë. Do ta mendoni, domethënë I vendosni qëllime vetes gjatë kësaj periudhe në lidhje me një fillim. Shoh që do merrni disa para edhe do jepni. Në rastin tjetër, në qoftë se ka lidhje me dashurinë, ju jeni të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një dashuri për të hyrë në një njohje të re. Dhe ju shoh që disa prej jush mund të jeni midis dy personave, por ju dëshironi vërtet që këtë dashuri ta jepni te një person që vërtet ju e dashuroni. Për pjesën tjetër, jeni në lidhje, jeni të vendosur në lidhje me një fillim ekonomik. Mund të jetë një biznes, një partneritet, një bashkëpunim, ku ju do investoni aty, ose do merrni disa para për të investuar. Për pjesën tjetër, mund të jeni duke bërë dhe një bamirësi. Ju mund të ndihmoni fëmijët tuaj, mund të ndihmoni persona në nevojë që mund të jenë rreth jush. Gjithsesi ju shoh që do jeni dhe në një situatë bamirësie. Dhe shohim përfundimin. Atëherë kemi energji toke, përsëri energji toke dhe përsëri dhe energji zjarri. Ju shoh që do jeni shumë bashkëpunues në lidhje me familjen për një pjesë prej jush. Ju do dëshironi të stabilizoni situata ose çështje që keni nga më të ndryshmet. Disa prej jush mund të jeni duke diskutuar dhe për blerjen e një shtëpie, për një investim të shtëpia juaj, ose ju dëshironi të bëni një blerje të madhe, por gjithsesi ju shoh që do jepni shumë para në lidhje me këtë dhe mirëshi gjatë kësaj periudhe mos bëni blerje që kanë lidhje me teknologjinë. Gjithsesi mund të keni blerje online, jo domosdoshmërisht blerje të tilla. Gjithsesi shoh që do jepni shumë, por do merrni diçka që ndoshta nuk do ta mendonit se ju mund të merrnit, ndoshta nuk e vlerësoni këtë që do merrni. Duhet keni kujdes në lidhje me blerjet. Gjithsesi, ju shoh që jeni të vendosur në qëllimet tuaja. Jeni në një pozicion mbretëror, keni forcë brenda vetes, një energji të jashtëzakonshme. Për një pjesë tjetër mund të ndiheni të pakënaqur në lidhje me blerjen me një shtëpi që ju mund ta keni blerë, ose në lidhje me një bashkëpunim që doni të bëni, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në lidhje me punën, shoh që keni punuar shumë, por jeni vlerësuar shumë pak. Ju ndoshta mund të keni të bëni me persona që janë shumë egoistë e vendi punës. Shoh, mund të jenë sepse shoh që jeni ballë për ballë me një person që mund të jetë egoist, mund të jetë natyrë është në një pozicion më të lartë, normal mund të jetë një shefi, shefja juaj ose dikush tjetër. Dhe vazhdojmë. Atëherë, unë ju shoh, jemi të energjie shenjave të ajrit, edhe pse do mungoj ajri gjatë kësaj periudhe, shenjat e zjarrit, shenja e peshorës. Ju shoh që keni nevojë për një pushim, jeni shumë të lodhur nga ana psikologjike në lidhje me një dashuri. Ju do jeni duke menduar si të jepni drejtim me një person. Dhe shoh përsëri distancë këtu. Sepse jemi te energjia e zjarrit e kalorësi I shkopinjve, ku është një person që ju dëshironi të jepni drejtim, por është edhe ky person që dëshiron të vi drejt jush, ka shumë pasion në lidhje me ju. Dhe unë shoh që do të jepni zgjidhje me këtë person. Për pjesën tjetër, ju shoh që do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës në lidhje me punën tuaj, ose në lidhje me anën ekonomike. Por ndërkohë, ju shoh që do të jepni zgjidhje një situate. Kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me ligjin, në lidhje me çështje që kanë lidhje me dokumenta të ndryshme, me çështje gjyqësore, nuk e di, por shoh që ju do harrini të vini një drejtësi, ose do harrini të jepni zgjidhje një situate, ju do harrini të vendosni një lloj ekuilibri në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe kemi energji të shenjave të ujit, dhe unë do ta mbyll me këto dy karta. Shoh që ka rikthime në lidhje me ju. Mund të jetë një person që është shpirti juaj binjak, që ju futeni në një njohje, mund të jetë rikthimi një personi nga e kaluara në rastin tjetër. Për disa të tjerë do keni një lidhje shumë të ngushtë me fëmijët tuaj,
ose mund të riktheheni në një partneritet, në një bashkëpunim që nuk është shumë e këshillueshme gjatë kësaj periudhe që të zhvillohen këto. Dhe shoh një takim me këtë person, do ndiheni shumë mirë, shumë të dashuruar, por në rastin tjetër shoh që ju ndoshta do takoni shpirtin binjak në lidhje me një fillim të ri. Për pjesën tjetër mund të jeni duke u takuar me një person që rikthehet nga e kaluara juaj. Ndërsa për një pjesë tjetër do mbështesni shumë fort fëmijët tuaj gjatë kësaj periudhe. Ndoshta do merrni dhe lajme të mira, do t'ju gëzoj kjo gjë. Për disa të tjerë nuk e di, por mund të rikthehet thash një partneritet, ndoshta një person nga e kaluara ku ju mund të keni bashkëpunuar ose diçka tjetër. Gjithsesi duhet keni kujdes në lidhje me pjesën e rikthimeve. Dhe shohim këtë mund ta merrni dhe në lidhje me punën nga ana ekonomike, ose ju mund të takoni dhe persona nga e kaluara të shoqërisë tuaj ose diçka tjetër. Dhe marrim një mesazh nga ëngjëllit dhe shohim se edhe pse dolën, unë do t'i fus prapë. Atëherë, kemi energjitë shenjave të ajrit këtu dhe ju thotë nuk mundesh në qoftë se ti nuk do të marrësh diçka ose të marrësh një vendim. Është një moment që në qoftë se ju nuk dëshironi dhe nuk është momenti për të marrë vendime, sepse tham ajri nuk ekziston gjatë këtij eklipsi, sepse ka shumë ujë, por ju kujdesuni në lidhje me problemet që ju mund të keni. Thjesht ndoshta është momenti që ju nuk mund të merrni vendime ose nuk doni të merrni vendime gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi mos merrni. Ju do jeni të mbështetur nga ëngjëjt. Marrim një tjetër për të parë. Atëherë kemi energjitë shenjave të tokës këtu që ju thotë është një moment besimi. Ju do merrni vendime, jeni gati dhe do jeni shumë të sjellshëm. Nuk do merrni vendime, por është një fjalë që jeni gati për të bërë diçka. Dhe do jeni shumë të sjellshëm në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike. Dhe ju thotë që ju ka ardhur koha ose është koha, thotë, që të bëni disa gjëra që ju dëshironi t'i bëni. Duhet të zini atë pozicionin tuaj. Dhe këtu bëhet fjalë në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju duhet të zini atë pozicionin tuaj në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ndërsa për pjesën tjetër në lidhje te vendi punës, të pozicionoheni aty ku vërtet ju takon të pozicionoheni. Është një ëngjëll shumë miqësor, thot, në lidhje me ju. Dhe jemi te energjia e tokës këtu. Është një mesazh fantastik. Këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me anën ekonomike, për punën tuaj. Thjesht duhet të bëni, ka ardhur koha që ju të bëni gjërat e duhura. Dhe gjërat që ju vërtet doni, por është edhe një ëngjëll miqësor që do t'ju mbështesi, sepse thotë që është jeni në një periudhë besimi, por edhe paramarrjes së vendimeve, sepse jeni gati, jeni të sjellshëm, ose do jeni të sjellshëm në lidhje me çfarë do lloj situate. Atëherë kjo ka lidhje dhe në lidhje me anën ekonomike, me punën tuaj, me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë të bëjnë në jetën tuaj të përditshme. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju ftoj edhe një herë të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji mars, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal.
Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoji, një mbasdite sa më të këndshme për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.